Vëllezër e motra, të nderuar miq, i nderuar Niko Peleqi, kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, i nderuar Tauland Balla, Enkel Rexhepi, kryetari i Këshillit Kombëtar të Luginës së Shqiptarëve, Luginës së Preshevës, i nderuar ministër në qeverinë e Malit Zi, miku im Marash Dukaj. Gjithashtu dua ta përshëndes gazetarin dhe moderatorin, pa të cilin nuk mund ta mirja fjalën. Më lejoni ta përshëndes kryetaren e komunës së Preshevës, Ardita Sinani, deputetin e Luginës në Parlamentin e Serbisë, Shaib Kamberin. Gjithashtu ta përshëndes edhe mikun tim, Nikol Camaj, nën kryetarin e Kuvendit të Malit Zi. Dhe gjithve, miq, faleminderit shumë që jeni këtu bashkarisht. Unë falenderoj fillimisht shtetin shqiptar për një organizim të këtillë dhe falenderoj kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë për mundësinë që të jem pjesë e këtij paneli dhe t'i drejtojmë këtij auditori kaq të nderuar e të respektuar. Më lejoni që në fjalën time të ndalem në disa segmente dhe fillimisht duke dashur që të kem pak edhe qasje akademike, desha të bëj dallimin mes fjalëve diaspor dhe mërgat. Ju e dini që fjala diaspor ka një preardhje nga Greqia e vjetër, nga greqishtja e vjetër, dhe kur e zbërthen kuptimin e saj, është farë e shpërndar diku. Dhe natyrisht se ky term ka gjetë vend në gjithë fjaloret akademike kështu me radhë dhe është sakt që përdoret në këtë mënyrë, po mua më shumë më pëlqen fjala mërgat, dhe është edhe shqipe dhe ka kuptimin e njëjtë dhe prandaj do të mundohem që ta përdor më shumë këtë term edhe në kuptimin që mërgata është diçka që e ndjejmë më të afërt dhe shpresojmë se i kthejmë lidhjet tona me këtë pjesë që na ka ikur jashtë vendit që të kthehen sa më shpejt në vendlindje. Duke e analizuar gjithashtu arealin dhe gjeografinë shqiptare dhe duke ditur se sidomos në shekullin 20, Shqipëria, Kosova dhe shqiptarët në ish Jugosllavi kanë jetuar në sisteme të ndryshme politike, arsyet që kanë sjellur deri te mërgimi e shpërngulja kanë qenë të ndryshme. Prandaj, pa e kuptuar mirë cilat janë arsyet e shpërnguljes dhe të mërgimit, nuk mund të arrijmë te konkluzioni dhe të qëllimi ynë i gjitha shteteve tona dhe institucioneve të vendeve tona që i përfaqësojmë, se si mund ta bëjmë rilidhjen dhe rikthimin e qytetarëve tanë të cilët me gjenerata të tëra e kanë braktisur vendin e tyre dhe jetojnë jashtë atë dheut të tyre. Në analizën time më del se shpërngulja nga shteti shqiptar kryesisht ka ndodhur pas viteve 90-ta dhe kjo është kryesisht për arsye ekonomike. Në Kosovë ka një kombinim të faktorëve, po prevalon faktori politik, ai i shpërnguljes të dhunshme i cili fillon viteve 90-ta me regjimin e Miloševićit, ndërsa tek shqiptarët e Maqedonisë është gjithashtu një kombinim i faktorëve edhe ekonomik, edhe politik, edhe institucional. Andaj, pa e parë këtë diversitet të arsyeve pse ka ndodhur mërgimi dhe shpërngulja, nuk mund të arrijmë deri te qëllimi joni, të cilin besoj gjithë e kemi, të krijojmë kushtet në vendet tona, në shtetet tona, që jo vetëm të krijojmë kushte të dinjitetshme për njerëzit të jetojnë në vendin e tyre, por edhe ta presim edhe ditën kur njerëz tanë, vëllezër e motra tona, të realizuar mirë në vende të ndryshme të botës, do vendosin të kthehen në vendlindje, të kthejnë familjet e tyre dhe ta kthejnë procesin demografik aty ku duhet dhe ku gjithë kemi dëshirë ta shohim shqiptarë.
Dhe nëse duam të kemi një emërues përbashkët të gjitha politikave, pse ekziston gjithë ky pluralitet i politikave rreth një koncepti, në fund mund me lehtësi të konstatojmë se synimi ynë padyshim është njeriu. Gjithë shteti, gjithë institucionet, gjithë proceset demokratike në një shtet zhvillohen, ekonomia, arsimi, kultura, gjitha këto, që ne të krijojmë kushte të dinjitetshme në vendin tonë që njerëzit të mund t'i gëzojnë këto të mira. Prandaj nuk duhet ta humbim asnjëherë fokusin se pse ekzistojnë shtetet dhe cili është qëllimi kryesor i politikave që duam t'i ndërtojmë. Pra pa njerëzit do të ishin të kota gjitha politikat që ne i ndërtojmë. Andaj kjo gjakderdhje, po them demografike që po na ndodh viteve të fundit, kryesisht tashmë për arsye ekonomike, por edhe për arsye të mungesës së sundimit të ligjit, të zhvillimit demokratik të institucioneve, të politikave arsimore, shëndetësore, kulturore, do duhet t'i gjejmë një zgjidhje për shkak se nëse vazhdojnë këto trende, situata në vendet tona do t'jetë alarmante. Mendoj se është shumë mirë që po takohemi në një summit këtill dhe të bëjmë në diskutimet e tona të apelojmë dhe të alarmojmë për gjendjen në cilën janë sot po jetojnë gjeografitë tona, shtetet tona dhe problemi cilin mund të nënvizohet si më i madhi, sipas meje është natyrisht kjo shpërngulje e njerëzve dhe mbi gjitha viteve të fundit ajo që e karakterizon edhe më shumë shpërnguljen është ikja e trive dhe ikja e trive më të mirë. Me përgatitje më të mirë, studentët më të mirë, njerëzit që kanë performansat më të mira po na ikin. Dhe kjo është një humbje jashtëzakonisht e madhe për shoqëritë tona, për shtetet tona. Andaj mendoj se nëse duam ta bëjmë rilidhjen me ata njerëz, e para që është e domosdoshme dhe imanente, mendoj se duhet të fokusohemi urgjentisht në ndërtimin e politikave të cilat do ta ndalojnë këtë gjakderdhje demografike që po na ndodh. Duhet patjetër të gjejmë mekanizma si i ndalim njerëzit këtu. Dhe pastaj në fazën tjetër mund të ndërtojmë edhe politika të cilat krijojnë kushte në vendet tona që edhe do të kthehen të rinj tanë. Por hapi i parë me do e mos mendoj se duhet jetë krijimi i kushteve të domosdoshme që njerëzit të realizohen në gjitha komponentat e tyre intelektuale, ekonomike, kulturore, arsimore në vendin e tyre dhe të mund të krijojnë perspektivat e tyre në vendin tonë. Një prej arsyeve kryesore pse të rinjt po na ikin është një element shumë i rëndësishëm, mungesa e shpresës. Mendoj se me gjitha proceset demokratike dhe turbulencat që na kanë ndodhur në vendet tona, duke qenë të fokusuar në betejën brenda politike, partijake që e zhvillojmë çdo ditë, kemi harruar se ne çdo ditë po dërgojmë mesazh të rinj tanë se në këtë vend nuk ka shpresë për ta. Se gjithçka është e politizuar, se partia është rruga e vetme drejt avancimit të tyre, ndërsa sot ne shumë mirë e dimë se të rinjt tanë, duke qenë të ndërlidhur me gjitha proceset globale në botë, ata duan të realizojnë vetveten në bazë të meritave të tyre, në bazë të arritjeve të tyre, në bazë të sukseset dhe performansës të tyre. Dhe shtetet tona e kanë të domosdoshme ta realizojnë këtë detyrë, përndryshe mendoj se e ardhmja e shteteve tona, shoqërive tona nuk do të jetë e ndritur. Prandaj, nëse duam tash të edhe një hap më tej të shkojmë dhe duam të identifikojmë problemet kryesore në shoqëritë tona, nuk është rënd. Unë jam i bindur që sapo ti përmend disa argumente dhe disa faktorë, ju mund t'i shtoni edhe disa të tjerë, por
Më lejoni vetëm si përfaqësisht t'i përmendi 3-4 arsyet kryesore që mendoj se çojnë deri te arsyeja që njerëzit dhe të rinjt ta braktisin vendlinjen e tyre. E para mendoj që është sundimi i ligjit. Dhe kjo mungesë dhe dëshirë e të rinjve për të jetuar me një shtet të drejtë nuk mund të kompenzohet në asnjë mënyrë tjetër përveç se me sundimin e ligjit dhe shtetin e së drejtës. Andaj, çfarëdo që bëjmë, duhet ta dimë gjithë ne që jemi përgjegjës të institucioneve kryesore në vendet tona, duhet ta dimë se ky element po bëhet domosdoshmëri. Ne çdo ditë duhet i kushtojmë vëmendje këtij elementi. Unë jam shumë i lumtur se në disa prej vendeve tona ka përparim dhe avancim këtë drejtim. Natyrisht edhe Shqipëria është një prej vendeve të tilla që ka dëshmuar se ka fokus drejt sundimin e ligjit, por nëse të rinjt tanë vazhdojnë të ikin jashtë, ky është indikatori më i mirë i dështimit politikave tona. Dhe mendoj se nëse jemi politikanë që e duam sinqerisht ta dëgjojmë zërin e popullit, nuk janë zgjedhjet indikatori më i mirë. Nuk janë zgjedhjet mesazhi më i mirë që na vjen prej popullit. Mesazhi më i mirë që na vjen prej popullit është a kemi mund t'i ndalim të rinjt jetojnë në vendin e tyre. Prandaj, nëse sot një i ri ka marrë valixhet e tij dhe po kërkon biletën për ta prerë në ndonjë kryeqendër evropiane, ta dini se politika dhe shteti ka dështuar pikërisht atë ditë. Dhe askush prej neve nuk guxon ta sheh veten të amnistuar. Mendoj se duhet politikat të shohim në dy sisteme, në dy nivele. Politikat ditore, ndërpartijake janë një nivel. Por politikat e interesit nacional